Mbrëmja e eliminimit ishte një nga ato netët që e ndryshojnë krejt dinamitën e shtëpisë. Tensioni ndiej në ajër që para se të hapej zarfi. Banorët ishin të heshtur, disa mundoheshin ta mbanin veten të fortë, të tjerë bënin shaka për të fshehur ankthin. Por në momentin kur u përmend emri i Markos si eliminuari, gjithçka ndryshoi. Marko kishte krijuar lidhje të forta brenda shtëpisë. Nuk ishte thjesht një konkurrent, për disa ishte shok i ngushtë, për disa mbështetje emocionale, për disa aleat loje. Kur u konfirmua dalja e tij, reagimet ishin të menjëhershme. Disa u ngritën për ta përqafuar, disa shpërthyen në lot, ndërsa të tjerë mbetën të shtangur. Rogerti ishte ndër më të prekurit. Ai e kishte krijuar një shoqëri të fortë në Markon dhe shpesh ishin parë bashkë në për diskutime, strategji, por edhe momente të qeshura. Në momentin që u kuptua se Marko do largohej, fytyra e Rogertit ndryshoi krejt. Ai nuk e fshehu zhgënjimin dhe trishtimin. Në atë moment emocional, Rogerti tha diçka që i surprizoi të gjithë. Ai u shpreh se do ishte dakord të dilte bashkë me Markon. Ishte një deklaratë e fortë që tregonte sa shumë e kishte prekur largimin e shokut të tij. Për disa banor, kjo ishte një shenjë besnikërie dhe zemre të madhe. Për të tjerë, ndoshta ishte reagim i nxituar nga emocionet e momentit. Atmosfera në shtëpi u bë e rëndë. Përqafimet e gjata, lot, fjalë mirënjohjeje. Marko falenderoi banorët për kohën e kaluar bashkë, për debatet, për shakat, për mbështetjen. Ai u mundua ta mbante veten të fortë, por duke qartë që edhe për të nuk ishte e lehtë. Ndërkohë Rogerti filloi t'u fliste banorëve me një ton krejt tjetër. Ai kërkoi falje nëse gjatë qëndrimit të tij kishte lënduar dikë. Ishte si një moment reflektimi i thellë. Ai përqafoi disa prej tyre dhe u tha se loja është lojë, por miqësia mbetet, duke i prekur dhe i penduar për disa debate të kaluara. Disa banorë e pan këtë si një anë më njerëzore të tij. Të tjerët u habitën nga ndryshimi i menjëhershëm, por ishte e qartë që dalja e Markos e kishte tronditur fort. Kur erdhi momenti përfundimtar, tensioni u rrit sërish. Në një kthes të papritur u komunikua se edhe Rogerti do të lindte shtëpinë. Reagimi ishte edhe më i fortë. Dy shokë që largoheshin njëri pas tjetrit. Ishte si një goditje e dy fish për grupin. Banorët mbetën të shtangur. Disa nisën të qanin sërish. Disa thoshin se shtëpia nuk do jetë më njësoj. Dy figura që kishin pesh në debat, në humor, në energji, po largoheshin brenda pak minutash. Momentet e fundit ishin shumë emocionale. Marko dhe Rogerti përqafuan njëri tjetrin fort. Ishte një përqafim që tregonte më shumë se fjalët. Një përzierje mirënjohjeje, dhimbje dhe ndoshta edhe krenarie për rrugëtimin që kishin bërë bashkë. Pas daljes së tyre, shtëpia ra me një heshtje të pazakon. Banorët filluan të reflektonin. Disa kuptuan që loja po hynte në një fazë tjetër. Aleancat do ndryshonin, raportet do rishikoheshin. Humbja e dy banorëve njëherë krijoi boshllëk emocional dhe strategjik. Për publikun jashtë, kjo mbrëmje ishte ndër më dramatike. U pan emocione të vërteta, jo thjesht strategji. U pa miqësia përballë lojës. U pa një reagim spontan nga Rogerti që tregoi se ndonjëherë ndjenjat fitojnë mbi logjikën e garës. Në fund, kjo dalje e dy fish do të mbetet si një nga momentet më të forta të këtij edicioni. Një natë që tregoi se përtej kamerave, përtej votave dhe nominimeve, janë njerëzit dhe lidhjet e tyre ato që e bëjnë këtë eksperiencë kaq intensive. Nëse do ta përmblidhnim, ishte një mbrëmje me lot, me deklarata të forta, me faljen, me përqafime dhe me një boshllëk që do ndihet gjatë në shtëpi. Dhe loja, nga ai moment, nuk do ishte më kurrë njëri. Eliminimi Marko Rogerti, emocione, përqafime, falje. Ton dramatik si lajme.